Mirëmëngjesi nga dita e 5 më duket e Vlogmas. Nuk e di, po e thash mirëmëngjes, në rregull jam, ora është 10, se ne ngrihemi shumë shpejt, e thash edhe dje, edhe sot jemi ngritur që në 5. Dhe imagjino, nuk e tim kur është dreka tani, më duket sikur dreka tani në orën 10 fillon. Po ju hap tani sepse nuk kemi bërë asgjë interesante, thjesht këtë përditshmërinë kam çuar Ajlën, kam dhe burrin në shtëpi sot, kështu që më ka ndihmuar dhe ai sot. Vendosa dhe jasona në gjumë, se filloi të grinde dhe tani dua të bëj punët e shtëpisë, dua të bëj drekën, sot kam plan të bëj fasule, se kemi pak kohë që s'kemi ngrënë, se ka qenë vape dhe unë nuk e di pse kam idenë që fasule hahet ose të shijon më shumë kur është ftohtë edhe në dimër. Kështu. Sot plane nuk e di, besoj se do vemi pak nga Lidli. Kam parë që kanë dalë çizmet e Deborës për Ajlën, se ndoshta shkojmë në Debor, jo tani afër, por pak më vonë. Ndoshta të shikojmë me kismet si do vejmë punët. Edhe po, punë kam sa të doni, në shtëpi nuk mbarojmë punët, të me thënë, që në 5 kam filluar me punë, jo me rrobat çonë për vende të gjitha, edhe akoma ka shtëpia. Por s'ka problem, do t'i bëjmë avash avash. Kam marrë dhe kafen si për përdita, tek kafenea e preferuar, kjo këtu. Nuk e kemi Mikelin, që është goxha i famshëm këtu në Greqi, por dhe ky e bën gati njësoj me Mikelin, kështu që është shumë e mira si kafe. Dhe po, tani unë do qohem, pa më vajtur shumë vonë, se do zgjohet jasona dhe nuk do më lërë të bëj asë dhe një gjë. Kështu. Nuk e di, po e vurë të re, po sot kam bërë pak make-up, sepse mbrëm që po editoja ditën e dytë të Vlogmas. Unë ndjeva pak keq sepse gjithë këto Vlogmas nuk jam lyer fare, nuk kam patur dhe kohë sepse me fëmijët edhe me shpejt, edhe unë ndjeva pak keq, kështu që i kushtova pak kohë më shumë vetes, edhe bëra një make-up shumë të thjesht edhe të shpejt. Po, kështu që si ju duket. Kështu do dal tani edhe tutje në Vlogmaset të tjerë. Nuk do rri më pa lyer. Se mos mendoni që bëjmë vetëm video dhe nuk pastrojmë shtëpinë apo nuk gatojmë, nuk bëjmë. Jo, edhe videon e bëjmë, por edhe fshim edhe lajm edhe pastrojmë, pavarësisht se unë jam me fëmijë të vogël edhe nuk filmoj dot. Por i bëjmë dhe këto. Kam fshim mirëshes me korrent, me jasona në krah, prandaj dhe nuk filmova dot, sepse e ka shumë frikë fshesën me korrent. Nuk ka frikë nga asgjë tjetër përveç se fshesës me korrent. Edhe i ku burri dhe nuk më mbante dot në ato momente. Edhe unë e kam orën të limituar se vemi marrim dhe Ajlën, kështu që ciao. Kështu që fshiva. Kam larë tani që erdhi burri që mbajti jasona, duhet jetë vrarë me ndonjë vegël ai dhe filloi të qaj. Edhe kështu, të pak të shtëpia është e pastër, po bëj dhe fasulet edhe të shohim pastaj se çfarë do bëjmë. Po do jetë rregulluar makina, do vemi në lider, po ashtu do ikim marrim direkt Ajlën. Ika tani të shikoj pse po qanë i vogli. Ishim pak në Lidl, morëm disa gjëra, pastaj vajtë morëm Ajlën direkt, edhe tani kemi ardhur në shtëpi. Po ju tregoj gjërat që kemi bler në Lidl, blem disa gjëra. E para është kjo për enët, unë e përdor për gotat, më duket sikur thajnë më mirë me këtë, edhe kam dhe një tjetër për t'i ndërruar. Këto të Lidlit më kanë dalë shumë të mira. Nuk zënë myk, thajnë shumë shpejt dhe janë fantastike. Boronica, këto i ha shumë jasona, des për to.
roka ose rukola më duket. Akoma nuk janë bërë atje ku i marrim që i mbledh burri vet dhe kështu që i blen. Fiksimi im janë këta pudding. Janë shumë të mirë dhe nuk kanë sheqer. Janë me kakao, nuk kanë sheqer. Unë e konsumoj ndonjëherë në darkë. Qep të bardha. Nuk kam provuar ndonjëherë qep të bardha, por tham të i provojmë, mu bëm kurioz. Tjetër avokado. Mora këtë për të bërë biskotat, ndoshta për t'i dekoruar. Rroba të mirë janë ngjyrat për të bërë me ngjyra, por s'ka problem, do vemi prap, ose po kaloj burri andej të veti marr, të shohim. Ose po kanë supermarketet e tjera. Kam marrë këta qirinjt për dekor. Më pëlqyen kështu të thjesht, kishte edhe me yje, kishte edhe ngjyrë të kuq, por më pëlqyen këto të thjeshtët. Morëm dhe një kështu kraft për ajlën, por do t'ja bëj te advent kalendari dhe e kam futur në çantë, nuk dua ta hap se kam këtu ajlën edhe është jashtë, por mund të vi dhe të ma shikoj, kështu që nuk dua sepse sot e hapi advent kalendarin, kështu që e ka për një ditë tjetër. Tjetër i kam marrë dhe këto kapucët e Deborës. Janë shumë të lehta, mund t'i përdor edhe për në shkollë kur bieshi, sepse janë vend të lehta në krahasim me vendet e tjera që i kemi bler. Janë goxha të rënda, kurse këto janë të mira, kanë dhe push brenda për ditë të ftohta. I pëlqyen dhe asaj shumë, ja kemi marrë ngjyrën e saj të preferuar dhe po. Këto ishin çfarë morëm. Morëm dhe buk, por jo në Lidl, në furrë buke, nuk na pëlqen në Lidl. Edhe mora dhe lule. Nuk e di pse, po këtu në Lidl unë gjithmonë lulet i kap që janë të mira, që nuk janë të vyshkura apo të prishura, ngjyrë të verdhë. Edhe këtë radhë ngjyrë të verdhë, por s'ka problem. Është ngjyrë e bukur. Këto ishin. Tani po zihem disa perime, do ham perime për drekë, sepse fasulet duan dhe pak të bëhen, kështu që do i lëm për darkë. Unë nuk para më pëlqejnë të ha në darkë, as burrit, por nesër në mëngjes, ndërsa për darkën jasonas ja kam gati, se dhe ajla nuk i ha. Kështu. I ka tani do shihemi pak më vonë që të rregulloj të sistemoj këtu që mos të kemë rrëmuara. Më në fund i vura fëmijët në gjumë. Do përpiqem që të flas më fort edhe pse fillon, sepse ju kërkoj shumë ndjes për videot e para, por kam folur me avash dhe disa herë ka qenë më i ulët zëri edhe nuk besoj se më dëgjoni mirë, kështu që ju kërkoj shumë ndjes. Çfarë duhet të them? I vura në gjumë fëmijët, mu grindën tani pas dite, nuk e di se çfarë patën, por po. Përpara se të hapim advent kalendarin, doja të tregoja dy rroba që mi solli Vjera, ja kishin në dhamë. Kështu thash, pse jo mos të tregoj dhe juve. Janë pantallona serioze. Janë dy palë. Ja kishin në dhamë, Vjerës gjithmonë i japin edhe ajo nuk hedh poshtë as edhe një gjë. Shumë gjëra vjen e mi tregon mua një herë, pastaj po si pëlqeva unë i mban aty, varet kujt ja jep. Uroj që të më bëjnë, nuk i kam provuar, po do t'i provojmë tani. Të parat janë këto pantallona, vijnë të ngushta këtu dhe të gjera këtu. Nuk e kanë shumë shtatin të gjatë, edhe po. Kanë edhe këto pjesët këtu, por hajde këto s'ka problem, janë për rripa ndoshta, nuk e di. Më pëlqyen, ngjyrën e kanë shumë të bukur, kanë të zezën të fortë, duken bukur, materiali është goxha i mirë, është i butë, edhe po, do t'i provoj, do t'u tregoj dhe të tjera, do t'i provoj që t'i shohim, edhe unë t'i shikoj se nuk i kam veshur. Nuk e di pse, por kam filluar dhe do psohem shumë, edhe shumë problem, se do fillen dhe rrobat nuk do më bëjnë më fare. Të tjerat janë identike, thjesht janë ngjyrë kafe e pjekur, ndoshta ju nuk e kuptoni aty, sepse është natë tani, por ja, është ngjyrë kafe.
Unë po i provoj edhe, unë po i vesh edhe të tregoj dhe juve si më rrin, më bëjnë apo jo. Më rrin fix, nuk e di sa po më shikoni, por do të largohem pak dhe ja, këtu janë të qera, janë fantastike, më rrin shumë mirë, kam pak shtratin të ullët dhe unë e kam pak më qef t'jenë në shtat më të lartë, për shkak se e kam barkun pak të fry, por s'ka problem. Janë fantastike, shumë të bukura. Janë pakës të gjata të këmbët, po s'ka problem, mua më pëlqen kështu të fshirë rrugët, s'ka problem. Besoj se edhe të zezat nuk po i provoj, se duhet t'i laj një herë, kështu do të jenë. Tani me këto veshur, sepse pastaj do vesh pijamat, do editoj videon për nesër, kështu që nuk po i heq këto, por po hapim advent kalendarin. Ja ku e kemi dhe advent kalendarin. Jam shumë e lumtur që kam bler këtë advent kalendarin, sepse është shumë i veçantë dhe nuk e kam parë që ta ketë dikush. Më pëlqen që të kem gjëra që të kenë dhe interes njerëzit ta shikojnë video. Ku jemi tani? Më duket e numri 5? Po. Okej. As kjo nuk ka asnjë histori, thjesht 5, lexon këtu folklor tradicional dhe hapim. Okej, tani të lexoj se çfarë është. Është mask Volcanic Skin Reset mask. Është një mask për fytyrën. Volcanic e ka sepse thonë është i bërë me rushin e Santorinit. Para disa vite që kam qenë në Santorini, rushi ishte shumë në tokë edhe kishte jashtëzakonisht shumë. Besoj se prandaj dhe thonë. Tani duhet të lexohet me vëmendje kjo që për çfarë është. Është për lëkurë të thatë, për mua fix, sepse kam goxha të thatë tani në dimër, sidomos. Kështu që ja si duket dhe nga afër. Dhe po. Erdhi fundi edhe video sot, edhe ditës, sepse unë dhe do të editoj, do ha ndonjë snack, edhe do shtrihem të fle, sepse edhe punët i kam bërë sot, shqyr e kam të pasër shtëpin, paken kam për të larë dhe asgjë tjetër. Mos harroni që të bëni subscribe, sepse më ndihmoni shumë dhe më motivoni. Ne do të shihemi nesër. Natën e mirë.